sa jetojnë në këtë dynja, sa jetojnë në këtë botë. Mesatarja e këtij umeti është 60 deri 70 vjet, ka thënë pejgamberi alayhis salam. Ndërsa për ditën e gjykimit, për ditën e ringjalljes, për ditën në ahiret, Allahu xhallahu ka thënë ta'rujul malaike والروح في يوم مقداره 50,000 سنة. Atë ditë kur ngritën me lajket, tek Allahu xhaleshanu, gjatësia e asaj dite është 50,000 sene, 50,000 vjet, një ditë. Një ditë. Qofse kiko merë dhe llogarite. Në 60 vjet, sa i bjen në 50,000 vjet të një dite? Sekonda. E këta sekonda largoj edhe pjesën e gjumit, të angazhimeve, të puneve, sa adhurim bëjmë Allahu xhaleshanuhu. A me këtë punë cilën po e bëjmë, shpresojmë dhe mendojmë se e fiton xhenetin, po është mëshira e Allahut. Mëshira. Dhe besimtari e mban zemrën e tij gjallë për shkak të mëshirës së Zotit, jo për shkak të punëve që ata i bën. E pastaj edhe ato adhurime të cilat i bëjmë, secili prej neve e din se me çfarë gjendje i bën, çfarë situate i bën, me çfarë përkushtimi i bëjmë kështu me radhë. Andaj neve na mban gjallë shpresa në mëshirën e Zotit, jo shpresa në punën tona. Dhe kjo është determinuese në zemrën tonë për tek Allahu xhaleshanuhu. Dhe shpresa në ato që Allahu xhaleshanuhu e ka premtuar, e cilën Zoti xhaleshanuhu me rahmetin e mëshirën e tij do t'ua jap besimtarëve të tij, është e pakufeshme. Ajo pastaj e bën që asnjë njeri të mos i mbyll dyert e pendimit, të mos ketë mendim të keq për Zotin, të mos mendoj se ka ardhur fundi, sepse të gjitha këto Allahu xhaleshanu i te kalon për ata të cilët e kanë kuptuar për shkak të frikës atje, dhe ajo frikë i ka shtyr drejt shpresës tek Allahu subhanahu wa ta'ala.